Muzeu i Dëshmisë dhe Kujtesës mbetet një nga destinacionet më të preferuara për vizitorët nga mbar bota që ndalen në Shkodër. Çdo element i ruajtur në çelit e këtij muzeu të veçantë të përballë me ndjesi të forta duke të rikthyer në një periudhë të errët, jo aq të largët nga realiteti i sotëm. Përgjegjësi i muzeut, Gjerardo Nikiari, thekson se numri i vizitorëve ka qenë i lartë, ndërsa ajo që i trondit më së shumti vizitorët është egërsia e ushtruar nga diktatura ndaj klerit katolik në Shqipëri. Ka një sezon shumë i mirë për sa i përket numrit të vizitorëve, fluksit të tyre në rritje, gjithmonë po ta krahasoj me vitet e kaluara. Dhe sigurisht është përcjell me një interes shumë të madh qoftë nga vizitori vendas dhe nga vizitori i huaj. Turistët kanë mbetur të habitur, kanë mbetur mjaft të shtangur nga shkalla e egërsisë së diktaturës komuniste në Shqipëri dhe gjithashtu në mënyrë të posaçme nga goditja e fortë që diktatura komuniste në vendin tonë i ka bërë në mënyrë të posaçme pikërisht fesë dhe komuniteteve fetare. Turistët shprehen të impresionuar nga muzeu dhe nga vetë Shkodra, qyteti që mban gjallë kujtesën dhe historinë. Jam italian por jetoj në Gjermani. Është hera parë që vi këtu dhe më duket shumë interesante. Duket se këtu njerëzit kanë pasur një diktaturë shumë të keqe. E pash edhe në video ku njerëzit ishin të paralizuar në këtë sistem komunist. Duket një muze i vogël, por i mban të gjitha. Vizita në këtë muze mbetet një përjetim që shkon përtej turizmit, duke u kthyer në një reflektim të thellë mbi të shkuarën dhe vlerën e lirisë.